Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë një hadith të saktë: "Men kanat al-akhiratu hammu, jama'a Allahu shamla, wa ja'ala al-ghina fi qalbi, wa atathu ad-dunya wa hiya raghima." Kush ka si synim ahiretin, botën tjetër, Allahu lartësuar do t'ja bëj mbar punët, do t'i jap sukses në çështjet e jetës dhe të fesë, kështu që do të ketë orientim të mirë. E dyta, Allahu i lartësuar do t'i jap kënaqësi në zemër me rrezikun e mjaftueshëm që i ka dhënë, me jetesën e mjaftueshme. Do ta bëj të kënaqur në zemër. Dhe kjo është pasuria, domethënë, që njeriu të jetë i kënaqur në shpirt, në zemër. E treta, atij do t'i vi dynjoja e nënshtruar. Dynjoja domethënë jetesa, mjetet e jetesës. Do t'i vi me lehtësi. Do i bëj sebebet, po nuk do mundohet shumë. Do e lehtësoj Allahu dhe rrizikun, jetesën. Pra tri mirësi i ka ai që ka përparësi ahiretin, ka synim ahiretin. E para, Allahu ja bën mbar punët. Do ketë mbarësi, sukses, lehtësim, të gjitha çështjet, të gjitha punët. E dyta, Allahu do ta bëj të kënaqur në zemër me rrezikun, me jetesën e mjaftueshme. Ai sa të ketë do jetë i kënaq. E treta, dynjoja do i vi e nënshtruar, domethënë me lehtësi. Nuk do mundohet shumë në kërkimin e rrezikut. Për shembull, ka njerëz që punojnë 2 turne, jo 1, 2 turne, deri 16 orë punojnë për të majtë për strehim, për harxhimet, për hallet. Mundohen shumë. Me kaderin e Allahut është edhe ajo. Ka njerëz që punojnë pak, kërkon rrezikun, nuk diskutohet. Gjithë kërkojnë rrezikun. Po ja lehtëson Zoti, nuk mundohet shumë. Ky që ka përparësi ahiretin do të jetë nga ky kategori e dytë, domethënë s'do mundohet shumë. Ja lehtësojnë Allahu. Pastaj thotë, kush ka si synim dynjon, synimi i tij përparësi për të është dynjoja, kënaqësitë e kësaj bote, rroga, jetesa, punësimi. Që dynjoja e ka menin gjithmonë. I shkon goja gjithmonë ke muhabetet e dynjos. Po shtrejtohen çmimet, hallet më dha, si do mahemi, si do ushqehemi, si do strehohemi, si do shkojnë hallet e njerëzve, po shterojnë burimet në gjithësi, si do mahen gjithë njerëz. Ka menin vetëm në dynjoja, për veten, për fëmijët, për bashkëshortet. Nuk ka përparësi ahiretin, që mendojnë njerëzit po lëshojnë fenë e Allahut. Njerëzit nuk po spadojnë detyrat e fesë, nuk po falen namaz, po largohen nga ahireti, po bëjnë shumë gjunahe, po zemrojnë Allahun, po dhe unë vetë jam rregull me Allahun, duhet i kryj mirë detyrat, kam shumë mangësi, duhet bëj istighfar, duhet heq dorë nga gjunahet, po afron vdekja, përgatiten për vdekjen, po fëmijët e mi të jenë rrugën e xherit, familja ime të jenë rrugën e fesë, të falen namazin, fitojnë kënaqësinë e Allahut, fitojnë xhenetin. Kjo dynjë është kalimtare, po e rëndësishme të fitojmë xhenetin. Pra ka vetëm kësi lloj muhabetesh, kjo do thotë me pasqyrim ahiretin. Këto muhabete janë dominante. E rëndësishme të kemi fen, të jemi rrugën e ahiretit, të jemi gjithë me namaz, po dynjoja sa të arrijë do arrijë. Kjo zahid rrugën e ahiretit, ky ka synim ahiretit. Ata që janë rob të dynjos mendojnë që ky s'ka rrezik, ka jetesë, do ketë vujtje, do ketë mundim. Zoti ka caktuar për këtë të kundërtën e asaj që mendojnë njerëzit e dynjos. E para, pra flasim për atë që ka si synim ahiretin. E para, pra, i përsëris edhe një ato që i përmenda pak më përpara, do t'ja bëj Allahu mbar punët. E dyta, Allahu subhanahu wa taala do t'i jap kënaqësi me rrezikun e mjaftueshëm. Dhe e treta, dynjoja do të vijë nënshtruar. Ndërsa ai që ka si synim dynjon, rob të dynjos, do kenë 3 gjëra që janë në të kundërtën e asaj që u përmendën për atë që ka synim ahiretin. E para, farraqa Allahu alayhi shamla. Allahu nuk do t'ja bëjë mbar punët. Nuk do ketë sukses. Këtë çështjet, qofshin çështjet fesë, qofshin çështjet dynjoje. E para. E dyta, Allahu do t'ja vendos varfërinë midis 2 syve. Domethënë do ketë gjithmonë frikë nga varfëria. E treta, walam yatihi min ad-dunya illa ma kutiba lah. Dhe nuk do t'i vijë nga kjo dynjë, nga kjo botë, vetëm se aq sa është caktuar për të. Nuk do i vijë më tepër, vetëm aq sa është caktuar për të. Ky do lodhet shumë, do ketë shqetësim të madh dynjon, rrezikun, jetesën. Po në të vërtet do marr vetëm aq sa ka caktuar Allahu për ta, jo më tepër. Prandaj vëllezër, ky hadith na mëson një herë para që me veprat kemi synim ahiretin, jo dynjon. Veprat e mira t'i kryjmë për ahiret, namazin, pra për shpëlimin e ahiretit, sadakan, edhe kërkimin e dijes, edhe davetin, gjitha punët e mira t'i kryejmë me synimin që të marrim shpëlimin e ahiretit. E dyta, kemi synim ahiretin në jetën tonë.
dhe t'i kryejmë mirë detyrat e fesë, mos i lëmë detyrat e fesë për shkak të dynjas. Mos bëjmë gjunahe për çështjen e jetesës dhe të dynjas. Nëse veprojmë kështu, Allahu subhanahu wa taala na jep ato mirësi që u përmendëm dhe na ruan nga vështirësitë. Allahu shpëlbeft mira, walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu